Përshëndetje të dashur miq. Jam shumë e lumtur që sot të ndaj mesazhet intuitive në lidhje me hënën e plot të dytë të muajit maj. Ne cilësuam që kur bëm video në hënën të plot të datës 1 maj që në këtë maj do të diçka shumë e bukur që kemi 2 hëna të plota. Po e them shumë e bukur sepse në fakt është intensive, por është si një, mund ta quajmë i gjithë muaji si një portal në vetvete, duke qenë se ka këto 2 hëna, një në fillim dhe një në fund, dhe një hënë të re në mes. Para se të fillojmë me mesazhet, nëse ju më pyesni ç'ne vera me syze. Ndodhi për shkak se këto në fakt janë syze që për kompjuterin apo për rrezet, si më quhen, rrezet blu, dhe në fakt kjo ka vërtet shumë lidhje me hënën e plot. Dhe pikërisht kur fillova, para se të filloja këtë video, pra kur ula dhe po qetësoja veten time, po mundohesha të tokzohesha përpara se të filloja videon, syri im i majt filloi të lotoj. Është diçka që jo nuk më ndodh shpesh, nuk jam alergjike ndaj ndonjë gjë, ndoshta pasi ta shikoj tani edhe mund të ndodh, por çdo gjë ndodh për një arsye dhe unë e mora edhe si një mesazh edhe për ju dhe vazhdona ende të lotoj, që do të thotë që është vërtet shumë e rëndësishme, një mesazh për ju që gjatë kësaj periudhe ju mund të keni kaluar disa momente emocionale të vështira, që mund të kenë lidhje me një figurë femërore në jetën tuaj. Sepse pjesa e majtë e trupit tonë lidhet me energjinë femërore dhe pjesa e djathtë e trupit tonë lidhet me energjinë maskullore. Pra ju mund të keni kaluar një lloj konflikti me dikë në jetën tuaj që mund të jetë në energjinë femërore, mund të keni disa emocione të pathëna, të vërteta të pathëna dhe ndoshta nuk keni ndarë ashtu siç duhet, pra ndoshta nuk i keni thënë të gjitha në momentin që ju jeni ndarë, si të thuash. Këtë e lidha me këtë mesazh dhe nga ana tjetër mund të ketë të bëjë me emocione në lidhje me energjinë tuaj femërore, pra me faktin që ju ndoshta nuk e lejoni veten tuaj të qaj, sepse ju duket si dobësi. Ndërkohë që të qash është vërtet shumë e fuqishme dhe tregon vërtet shumë që ju jeni të fuqishëm. Sepse jo të gjithë mund ta bëjnë në këtë botë që të jenë kaq në këtë gjendje kaq të ndjeshme dhe të cënueshme, pra si të jeni të zbuluar, mund të themi, pra lakuriq në një sens, me thonjza, përpara të tjerëve. Sepse njerëzit janë nga më të ndryshmi dhe ne dim që kur ne dalim jashtë, ne jemi shumë të mbrojtur sepse nuk i dihet se çfarë mund të na bëjnë, nuk i dihet çfarë synimesh kanë të tjerët për ne. Dhe ne jemi kaq të cënueshëm dhe kaq të hapur, vetëm ndoshta me 1, 2, 3 persona që mund të jenë afër me ne. Dhe të tregoni emocionet tuaja kaq sinqerisht në botë është vërtet diçka shumë e fuqishme dhe që duhet vlerësuar. Prandaj mos e merrni si dobësi as pak. Dhe sepse çfarëdo që të ndodh, këto emocione do të qirojnë, siç e shihni, unë nuk e kontrolloj dot, thjesht syri im vazhdon dhe loton. Dhe i vendosa syzet sepse po ndjem shumë e ndjeshme ndaj dritës tani dhe unë jam përpara një dritare që ka shumë dritë dhe ka shumë zona të bardha, që do të thotë që reflektohet drejt për së drejti në sytë e mi dhe nuk mund të shoh lirisht. Ndonjëherë kur i mbaj syt shumë të zbululluar, është kjo arsyeja, kur është koha më re. U zjatëm shumë, do ta vendos kohën specifike për gjithë ju që nuk doni ta dëgjoni këtë pjesë, të kaloni drejt për së drejti tek mesazhi. Dhe është interesante se si ne në fakt e tham që këto syze janë për rrezet blu, mos gaboj unë, mund të jenë me gabim, nuk e di, ma saktësoni ju. Por kjo hënë e plot është në shenjën e shiqetarit dhe quhet hëna blu. Dhe me sa di unë, do të shfaqet pakës më e vogël se zakonisht, për këtë ju mund të kërkoni për data specifike, por nuk është se ka shumë rëndësi data dhe ora specifike, sepse energjia shpërndahet dhe ne kemi folur këtë, dhe ju mund të ndjeni energjinë ndoshta më potente përpara 2-3 ditë para se sa pikërisht kur ndodh. Pra nuk ka shumë të bëjë data specifike, prandaj nuk dua t'i mshoj shumë këtij fakti, më tepër është energjia që shpërndahet në të gjithë pjesën e hënës së plot. Dhe jo të gjithë mund ta përjetojnë njësoj. Pra edhe në këto mesazhe që ne do të ndajmë, jo të gjithë mund ta përjetojnë në këtë mënyrë. Ju përdorni intuitën tuaj dhe nëse ajo ju thotë të qëndroni, ka një mesazh për ju. Nëse ajo ju thotë që ky mesazh është për ju, atëherë po, ndoshta ju mund ta keni ndjerë, mund të jetë thjesht konfirmim për ju. Sepse nuk është se do të ndajmë diçka që t'ju them se çfarë të bëni. Përveç pjesës së ritualeve, por gjithsesi edhe ajo është një pjesë që nëse ju dëshironi të punoni me to, mund ta bëni. Është thjesht diçka për të pra vetë rituali
është diçka që ju si festimi që të uleni dhe ta respektoni këtë lloj energjie. Thjesht kaq, mund ta bëni, mund ta bëni, është në dorën tuaj. Dhe kjo pra është hëna e plot e shigjetarit dhe kur pash ishte hëna blu, më erdhi ndërmend shprehja once in a blue moon. Më duket se quhet, më duket se është, por këtë dëgjova unë specifikisht. Dhe lidhet me faktin që diçka shumë specifike mund të ndodh për ju në jetën tuaj, që mund të duket si diçka magjike dhe diçka që nuk ndodh shpesh. Pra që ndodh një herë në një hënë blu, një herë në kaq për shembull. Pra diçka që nuk mund të ndodh ditë për ditë në përditshmërinë tuaj. Dhe kjo mund të ndodh gjatë kësaj periudhe, pra. Jemi kur kjo video po postohet më saktë, është në periudhën e fundit të majit. Dhe tani mund të jetë kjo periudhë që mund të ndodhë për ju. Gjithsesi, kur do që kjo video të gjej, mund të ketë mesazhe për ju nëse ju ndjeni të udhëzuar. Pra Zot thotë që të jetë patjetër maj 2026 dhe kjo periudhë e hënës së plot. Sepse duke qenë se unë mbledh mesazhe nëpërmjet meditimit dhe çfarë unë mundem të ndjej, do të thotë që këto mesazhe mund të jenë të aplikueshme kurdo që kjo video të gjej. Dhe duke qenë se kaluam hënën e parë të majit, që kishte të bënte shumë emocione të amplifikuara, që ishte vërtet një periudhë donte pakës ndim ndoshta për të naviguar, pak kujdes që të mos të bëheni prej këtyre emocioneve, ndoshta qoftë edhe kolektive, për ata që janë empatik, mund të ndjejnë shqetësimin e botës, mund të ndjejnë frikën që ka bota. Sikur të ishte e tyre, dhe ndoshta nuk është e tyre, ndoshta nuk kam pse të kem frikë apo të shqetësohen. Është thjesht sepse ata janë shumë të ndjeshëm. Energjia, jo më kot, unë them, qoftë edhe për videot e Reiki, që energjia ndjehet për te kohës dhe hapësirës. Pra ju mund të ndjeni diçka që ndodh në anën tjetër të botës nga ku ju jeni. Dhe ndoshta mund ta ndjeni edhe në kohë të ndryshme sepse koha është iluzion. Kështu që mos thjesht ndonjëherë është shumë konfuzuese për mendjen që ta deshifroj këtë gjë. Gjithsesi, ai që e kupton, mos e sforconi veten që ti kuptoni disa gjëra, sepse kjo ndodh në momentin dhe në kohën e dur. E ajo që ndjeva me këtë hënë të plot ishte një energji aventure dhe ekspansioni, pra që do të thotë ju mund të jeni të thritur që të shkoni dhe të bëni një lloj aventure, apo ndoshta edhe kjo pjesa që vjen vera tani dhe ne duam të udhëtojmë, mund të ketë të bëjë me këtë energji, por një temë shumë specifike dhe shumë e rëndësishme që u ndjeva, që e kam ndirë dhe në jetën time dhe në ëndra specifike dhe në vizione specifike që lidhen me këtë hënë të plot, ishte liria. Dhe kjo mund të jetë ndryshme për secilin prej jush. Ju mund të doni të jeni të lirë nga kutia ku e keni futur veten, nga comfort zoni juaj. Ju e ndjeni që ju jeni bërë për të eksploruar, për të bërë gjëra ndryshe nga ajo çfarë po bëni dhe që të zbuloni territore të reja, qoftë në kuptimin e parë, qoftë në kuptimin metaforik. Territore të reja në çfarë mund të bëni, në aspektin shpirtëror, në aspektin emocional, por qoftë edhe të udhëtoni dhe të zbuloni territore të reja. Dhe pra lidhet edhe me pjesën e aventurës. Dhe duke qenë se hëna e re që ne kaluam, të paktën personalisht, e ndjeva si një thritje për të hapur zemrën, sepse e duam apo s'duam ne dhe e besojmë apo jo ne, shumë gjëra mund të na ndikojnë që të mbyllet zemra jon, frikra, lëndimet të së kaluarës, frikë që të mos lëndohemi sërish, dhe duam apo s'duam ne, kuptojmë apo se kuptojmë ne, instinktivisht zemra krijon këtë mburojën që nuk lejon eksperienca të reja dhe pozitive që të vinë në jetën tonë. Sado që ne mund t'i duam shumë, sepse e bën këtë për vetë mbrojtje. Dhe kjo ishte një thritje në hënën e re që unë ndjeva. Kjo hënë tani është një thritje për liri nga këto brenga që i vendosin vetes, liri nga kafazi ku jemi futur, nga kutia ku jemi futur, ndoshta liri në aspektin që sapo erdhi një flutur mund të jetë një shenjë për ju. Dhe mund të jetë edhe kjo liri nga pjesa e metamorfozës që juve ju dukej sikur po ndjeheshit në vend të mërodhe, të ngecur diku, por kjo ishte për më të mirën tuaj që ju të bëheshit një flutur. Dhe kjo erdhi edhe në mesazhet e hënës së parë të plot ose hënës së re, nuk e mbaj mend, flutura. Kështu që mund të ketë shumë ide për ju, mund të shikoni flutura vazhdimisht. Por ju mund të shikoni gjithashtu shigjeta. Për shembull, unë gjatë kësaj periudhe kam parë shumë shigjeta në forma nga më të ndryshmet, dhe kjo tregon që e para, për disa për jush, ju mund të ndryshoni drejtim.
Nëse jeni në një drejtim, ndoshta jeni mërzitur aty dhe doni liri nga kjo punë për shembull, që ju duket kontrolluese dhe ju duket sikur s'po merrni frym dhe dëshironi që të keni një drejtim të ri. Kjo mund të jetë ridrejtimi juaj, kjo shigje. Nga ana tjetër, një derë që mbyllet për ju mund të jetë ridrejtim për ju, ridrejtimi i shigjetës suaj. Shigjeta tjetër mund të shikohet si vizioni që unë pash ishte shumë i bukur. Të shkoni mbrapa, pra në momenti që ju duket sikur jeta juaj po shkon për keq, negativisht. Pse çdo gjë ishte kaq bukur dhe tani papritur po dalni ret. Ishte diell tani po dalni ret. Dhe unë jam konfuze dhe nuk di se çfarë të bëj. Dhe është ky momenti që shigjeta shkon mbrapa, sepse ne që të shënjestrojmë në shenjë, shigjeta duhet të shkojë mbrapa apo jo. Që ne të bëhemi gati, të shënjestrojmë dhe shigjeta të shkojnë në drejtimin e vet. Pra, është një moment që është pjesë e procesit. Dhe juve mund t'ju duket sikur jeta juaj po shkon në drejtimin e gabuar, por është thjesht ky proces që ju duhet jeni të dëruar dhe të shikoni me një perspektivë të lartësuar. Ky ishte edhe mesazhi tjetër që ju ndjeva. Mund të keni qenë shumë të fokusuar tek detajet dhe nuk po shijoni rrugtimin. Dhe kjo krijon këtë frikën që s'kam kohë, frikën që jam vonë, nuk jam mjaftueshëm, s'jam perfekt. E shumë të tjera. Dalin pasigurinë sipërfaqe në këtë momenti që juve ju duhet që të prisni dhe reflektoni dhe të shikoni detajet, domethënë mendja nxjerr 1001 gjëra, arsye, pse, po, pse, jo, pse kështu, pse ashtu. Dhe në momentin që ne jemi kaq të fokusuar këtu, është mos e normale kjo. Sepse në momentin që jemi duke parë pikturën e madhe, ne shohim pse duhet të ndodhë kjo dhe s'kemi pse të pyesim. Çdo gjë është papritur shumë e qartë, çdo gjë është papritur, nuk ka pse të ketë domethënë pse ndodhi kjo ishte e keqe dhe kjo ishte e mirë, sepse ne shohim që kjo gjë që ne cisem si të keqe, ndodhi që të ndodhë kjo gjëja tjetër që ne cisem si të mirë. Dhe në fund të fundit, secila prej tyre është dhe e mirë dhe e keqe, ose asnjëra ose të dyja bashkë. Kështu që në momentin që shohim me perspektivë të lartësuar, nuk ka dyshim, nuk ka frikë, pasiguri dhe ne thjesht e dim që çdo gjë ndodh për një arsye. Por kur jemi kaq të fokusuar tek detajet, dalin të gjitha këto pasiguri dhe sepse mendja gjithmonë mundohet që të gjejë diçka dhe kur s'ka gjë aty, do ta gjejë diçka. Dhe si mund të dilni ju dhe të shikoni në këtë figurën e lartësuar, duke reflektuar, duke medituar për disa për jush, ndoshta duke ecur në natyrë, mund të jetë shumë mënyrë e mirë të gëzimi për ju. Dhe që të largoni këto mendime, disa mund të kenë pastrimin, të pastrojnë shtëpinë dhe të mendojnë që gjithë këto mendime po largohen dhe të keni mendje të zbrazët. Të udhtoni mund të jetë për disa për jush, të punoni me kristalet, të bëni art, të këndoni, të pikturoni, këto po mbin tani, të gatuani, shumë gjëra të tjera, sepse njerëzit janë të ndryshëm, preferencat dhe hobit dhe dëshirat janë të ndryshme. Duke qenë se po flasim për shenjën e shigjetarit, shigjetari lidhet shumë me këtë pjesën me aq sa di unë, me pjesën e të mësuarit mësime të rëndësishme, për shembull higher learning, ose ndoshta ju mund të jeni në këtë rrugtim që po mësoni koncepte të reja shpirtërore, koncepte të reja në punën tuaj, në doktoraturën tuaj, në cilin do profesion që t'jeni, po mësoni koncepte të reja të një shkalle më të lartë. Ndoshta ju jeni duke për masterin, pra është thjesht një shkallë më lartë për ju në jetën tuaj. Dhe diçka e bukur që lidhet edhe me pjesën e frikës. Pash divizione të bukura që mund të jenë për ju. Njëra lidhet me pjesën e frikës, tjetra lidhet me pjesën e zgjedhjeve tona. Dhe më pas do të kalojmë tek ritualet. Si fillim, pash një vizion që midisi ishte shumë i bukur, dielli po shkëlqente, natyra ishte e qetë, e paqë, ishte bukur dhe gjithsesi, edhe pse ju ishit, mund ta shijonit këtë peizazh, ju papritur ishit duke parë, pra personi që unë po shija, po e konsideroj sikur jeni ju. Vendoseni veten në këtë pozitë. Nëse është për ju, pra mund ta shikoni dhe ta aplikoni në jetën tuaj. Dhe ju, në vend që të shijoni të rrugtim, të pamje këtë natyrë, ju papritur ishit duke kërkuar rrezikun e mundshëm që mund të vi për ju. Ku është rreziku, nga cila anë po vjen dhe ishit në këtë gjendje, si të thuash, ekzistence, që lidhet me çakrën e rënjës. Dhe papritur vjen një kal, që kali simbolizon shumë
këtë pjesën e frikrave që mund dalin sipërfaqe apo fuqisë dhe potencialit tuaj që ju keni frikë prej saj. Të zbuloni diçka që mund të duket e frikshme në jetën tuaj, një të vërtetë që del në sipërfaqe dhe duket sikur ju cënon, sepse ky kalë po vinte drejt jush për t'ju kafshuar, por ishte një iluzion. Pra ishte diçka që ju e krijuat, ju e thërritët me energjinë tuaj në gjendje ekzistence. Ndërkohë që ju mund të fokusoheshit te kjo gjë e bukur dhe kali nuk, sepse mund të kishte njerëz të tjerë aty, kjo është edhe shumë pash, dhe kali vinte drejt për së drejti tek ju. Pra kjo do thotë që ka diçka që ju e thrisni. Pse nuk po shkon tek secili prej të tjerëve kjo frikë, kjo pasiguri? Sepse ju me energjinë tuaj po e thrisni të kal. Kështu funksionon në realitetin tonë. Nëse ne jemi në një gjendje ekzistence, realiteti do ta reflektojë këtë për ne. Por nëse ne shijojmë gjërat e bukura, realiteti do të na jap më shumë gjëra të bukura për të shijuar. Diçka tjetër që harrova ta përmend është që duke qenë se është hëna blu dhe ne folëm dhe për gjërën blu në fillim, e lidha shumë me pjesën e çakrës së fytit. Që do të thotë që të vërteta do të dalin sipërfaqe, ju mund të doni të flisni të vërtetën dhe të gjeni rrugën tuaj të vërtetë, ju mund të jeni më të vërtetë me veten, çfarë ju pëlqen, çfarë jo. Ju mund të jeni më të vërtetë në mënyrën si e prezantoni veten, pra veshja, looku, mund të ndryshoni këtë mënyrë duke qenë se doni të jeni më autentik. Dhe mund të keni ndoshta disa prej jush probleme me çakrën e fytit, si kollitje, ndoshta pa patur grip ose diçka dhe mund të keni thjesht qerje fyti. Por këtë këshilloj shumë të konsumoni mjalt, është vërtet ilaçi më i mirë natyral që ju mund të përdorni. Funksionon shumë për mua, për familjen time që unë kam mësuar të bëjnë po njësoj, sepse çelësi qëndron tek mirënjohja. Në momentin që ju e konsumoni me mirënjohje dhe me këtë synimi specifik që faleminderit që po më ndihmon me çakrën e fytit apo faleminderit që po më ndihmon me këtë problem në fytin tim, atëherë vërtet që jep një mision këtij ushqimi që të ndihmoj ju. Dhe vizioni tjetër që u pash që ishte shumë interesant, ishte një panoramë e madhe, me kuti të vogla, secila mund ta mendoni si një video të vogla, secila me të njëjtën ikonë dhe ju kishit të drejtën të zgjidhnit. Këto mund të shikohen për gjithë që jeni në këtë rrugtim shpirtëror, si ndoshta realitete paralele, ndoshta realitete apo e kaluara dhe ardhmja më së shumti për disa për jush, pra varet se si ju mund ta perceptoni. Por të gjitha ishin duke ndodhur tani. Dhe kështu është edhe në të vërtetë në fakt. Të gjitha ishin duke ndodhur tani. Por e bukura ishte që për shembull secila mund të kishte ikona të ndryshme në varësi të çfarë ju zgjidhni. Të gjitha kishin të njëjtën ikonë. Dhe me këtë mora mesazhin që ju çfarëdo që të zgjidhni në këtë moment në jetën tuaj, ka për të ndodhur ajo që është e destinuar të ndodhë. Prandaj pse keni frikë, pse keni pasiguri, pse keni të shqetësime të kota, sepse cilën do ikonë ju të zgjidhnit, ju do të fillonit në po të njëjtin vend, me atë që duhet të ndodhte. Dhe ky është një mesazh ndoshta për dikë për jush, për disa për jush, nëse ju e besoni që është mesazhi juaj, merreni, në të kundërtën lëreni, mos u mendoni që ta merrni dhe ta bëni tuajën pa rezonuar me ju. Por ishte vërtet shumë e bukur, edhe ndihmuese edhe për mua, më saktë. Prandaj doja shumë që ta ndaja me ju. Duke kaluar tani tek ritualet, një ritual që ne e thamë mund të jetë konsumimi i mjaltit. Një tjetër ishte vërtet shumë e bukur dhe vërtet shumë vizionare dhe kreative dhe që ndihmon të jeni në këtë energjinë e fëmijës suaj në të njëjtën kohë, ishte të shkruani për shembull drejtimin që ju doni në jetë. Dhe ta bëni fletën nëse ju dini apo mund të shikoni video se si. Dhe këtë do ta bëj unë sepse ishte vërtet shumë interesante. Ta bëni fletën si një avion apo si një shigjet. Mund të përdorni mënyra nga më kreative për ta bërë këtë. Dhe ta hidhni për shembull ose të luani me të, ose thjesht ta mbani për t'ju kujtuar drejtimin tuaj, kush doni ju të bëheni, personalitetin që doni të keni, pra të gjitha këto. Ose nga ana tjetër mund të digjni majën, nëse ju pëlqejnë ritualet me djegje, në një vend të sigurt, të digjni majën e këtij avioni, shigjete, çfarëdo që të jetë për ju. Mund ta bëni edhe si bark, tani që po e mendoj, sepse po e shoh edhe vizionin e barkës, mund ta digjni në cepin e parë, ajo do të fillojë dhe do digjet e gjitha dhe kështu ky tym që del është mesazhi juaj që universi po e merr. Dhe po e dëgjon dëshirën tuaj për të patur këtë drejtim, për të bërë ky person, e të tjerë të tjerë. Nga ana tjetër, rituali me ujin. Të merrni ujë dhe ta vendosni në dritën e diellit.
por nuk e lënë vetë që të marrë dritën e hënës për të paktën 2-3 ditë, 2 ditë para, 2 ditë pas. Dhe më pas këtë ujë mund ta konsumoni, të vendoset në shishe qelçi. Ose nëse ju nuk doni të marrë energjinë e diellit, sepse edhe dielli ka energji shumë pozitive, energjinë e jetës, lërni vetëm për energjinë e hënës, gjatë darkës, në shishe qelçi, në gotë qelçi, si të dëshironi ju, që ta... Edhe nëse nuk e shikoni hënën, mos u shqetësoni sepse i merr rezet dhe energjinë dhe vetëm synimi juaj mjafton për të bërë magnet për këto energji. Dhe nëse juve ju pëlqen të punoni me kristalet, mund të vendosni edhe kristale brenda në ujë, sepse është vërtet e fuqishme. Edhe vetë kristalet karikohen, për shembull, clear quartz, që në fakt pranohet që të qëndrojë në ujë, dhe lapis lazuli, nëse juve pëlqen të punoni me kristale dhe nëse i keni, unë do t'ju tregoj. Atëherë, ky është lapis lazuli. Më pëlqen shumë, ka pjesë dhe gold në të dhe është vërtet një kristal shumë i bukur. Dhe clear quartz gjithashtu është shumë fantastik, e preferoj dhe pëlqej vërtet shumë, sepse ju ndihmon me qartësinë, siç e shikoni që mund të shikoni edhe për te, apo thjesht ju ndihmon që të keni vizione më të qarta, ndërkohë që lapis lazuli ju ndihmon të aksesoni të vërtetën tuaj, një uri të brendshme, dhe ju ndihmon dhe me komunikimin, sigurisht, që lidhet pra me këtë hënë të plot. Ndoshta ju mund të punoni duke i mbajtur këto kristale dhe të bëni pyetje dhe të ndjeni përgjigjen që mund të vijë. Por edhe thjesht nëse vendosni ujin pas një gjë dhe ta përdorni, nëse është ujë i pishëm, ta përdorni si ujë të bekuar gjatë muajit në vijim. Dhe nëse nuk është i pishëm, mund ta përdorni për lulet tuaja, sepse përsëri e marrni këtë lloj energjie dhe ju ofrojnë ju këtë pozitivitet. Apo çfarë do të përdorimi që ju mund të përtular, çfarë do të përdorimi që ju mund të mendoni. Këto ishin ato që kam mundur të mbledh për ju. Uroj që të kenë qenë mesazhe që t'ju kenë ndihmuar. Syrim fillon pushon dhe më pas vazhdon luton, kështu që ndoshta edhe drita bën vetën, jam shumë e ndjeshme ndaj dritave të forta, ndaj zhurmave të forta. Por ky në fakt është mesazh shumë i veçantë sepse nuk më ka ndodhur përpara, ju e dini këtë. Ndoshta ju mund të keni alergji dhe kjo mund të jetë një konfirmim për ju, por lidhet edhe me mesazhet që ne folim në fillim. Do t'i vendos me kohë specifike, sigurisht ju mund të shkoni tek pjesa që ju doni, ndoshta nuk doni ta dëgjoni gjithë videon dhe kjo është më se normale. Dhe shumë faleminderit. Uroj që këto mesazhe t'ju kenë ndihmuar, do doja të dija se sa kanë rezonuar për ju në komente dhe shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.